që ka një problem të madh që shqetëson pothuajse çdo qytetar shqiptar, që është prona. Problemi i pronës. Dhe ndërkohë që flitet vetëm për një aspekt, nuk flitet për problemin kryesor. Është normale, sepse problemet e pronës, mojimi të drejtës së pronës 35 vjeçare, buron pikërisht nga ky parlament. Pjesa më e madhe e deputetëve që ulen në parlamentin e Shqipërisë nuk kanë probleme me pronën. I kanë zgjidhur problemet e tyre me pronën. Atyre askush nuk i ka rënë qafë. Ndryshe nga çfarë i ka ndodhur çdo qytetari shqiptar pothuajse, të cilit i është mohuar e drejta e pronës. Edhe nuk i është mohuar e drejta e pronës për pa aftësi. Është mohuar qëllimisht, duke filluar nga ligji famkeq i 7501-shit dhe deri tek ligjet që aktualisht po bëhen si ligjet e fundit, ligji për investime strategjike, ligji për i famshëm gjoja për paketa e maleve, që nuk është gjë tjetër veç se një mënyrë për të rrëmbyer pronat nga qytetarët, nga pronarët legjitim. Kjo po ndodh. Dhe ne duhet të flasim për problemet e qytetarëve shqiptar, që janë prona, e drejta e pronës. Pavarësisht kësaj padrejtësie, unë i ftoj të gjithë mos të dorëzohen. E drejta e pronës është një drejtë që nuk mund të mohet. Të vazhdojnë të ngulin këmbë pavarësisht vështirësive, pavarësisht padrejtësive. Dhe ne për këtë do punojmë edhe në parlament. Edhe këtë duhet të bëj parlamenti. Të japi zgjidhje, nuk është kur vonë për të dhënë zgjidhje. Mjaft me gënjeshtrin që nuk zgjidhet. E thonë sepse duan të vazhdojnë t'i vjedhin, siç kanë bërë me ligjin për investime strategjike dhe me ligjin për paketën e maleve. Imagjinoni para disa ditësh kanë falur portin e Pashalimanit, një investitor e kanë falur me firmën e Edi Ramës. Nuk ka pronar ajo tokë? Nuk ka patur një pronar ajo tokë? Ka. Por këta nuk ja kanë dhënë atij, sepse kanë përdorur si plaçk. Të njëjtin gjë kanë bërë në gjithë bregdetin e Shqipërisë, të njëjtin gjë po bëjnë dhe duan të bëjnë edhe në zonat malore. Faleminderit.